vetëm 400 lek metri katror apo 3,2 euro metri katror. Shifeni ku toka është blerë me 3,2 euro. Habia nga dokumentat rezulton se prona ishte blokuar nga ASHK-ja për munges dokumentacioni si raporti i vlerësimit dhe kontratat të shitjes. Dhe për rreth 3 vite që nga blerja rezulton e tillë, për t'ja u thjeshtuar pak që në fillim, se nuk mund t'imagjinoni. Toka nuk ka shic. Po, toka nuk ka shic. Nuk ka. Unë e kuptoj se ju thoni si ka mundësi. Në Republikën e Kolonel Buendias të Garcia Marquesit funksionon vetëm fantazia. Pra kjo është e vërteta. Toka nuk ka shic. Kjo është shteti i Edi Ramës, i narkoshteti i Edi Ramës. Pra, por Isa Aliu është kujtuar të çojë një kërkesë në ASHK për heqjen e kufizimeve në fund të vitit 24. Prisni. Pra, ASHK-ja e ka blokuar sepse s'ka shic. Dhe këtë Isa Aliu, alias Isa Rama, e kërkon pas 2 vitesh apo 3 vite, në fali sa ishte, kërkon heqjen e kufizimeve në fund të vitit 2024. Ndërkohë, i ndjeri Artan Lame u shkarkue në mars të vitit 2023 vetëm 5 ditë pasi publikojnë në Klan News hartën e tokave të vunojt. Hartën e vërtet të tokave të vunojt. Kjo tërboj kreun e Meduzës, pronarin fiktiv falso Edi Rama dhe shkarkoj. Pse publikoj hartën? Arman, tani kërkoj pak ndihmën tënde t'ja u shpjegosh. Këtu është harta e punojit, ne kemi bërë publike që vitin e kaluar në mars. Toka që pretendohet ndodhet këtu. Dhe në gjishtë. Bravo. Hoteli Hoteli Zigzag. Zigzag është aty. Ngjitur me këtë, po ta vini re mirë, është prona 3 fraksion 613. Ndërkohë, bloku i pronave ku do ngrihet hoteli është 3 fraksion 614, 3 fraksion 615 dhe 3 fraksion 616. Pra janë 3 bloqe pronash që bëjnë 15.000 m2, që i përkasin jo këtyre numrave që janë deklaruar në certifikat pronësie, po këtij numrit këtu. 3 fraksion 552, e cila, si mas këtyre, është lënë tokë publike. Pa pronar. Pra, informacionet tona është që Rama i ka tokën këtu. Të lutem, Erison, nxirre pak statusin e Ramës. Do më thënë ka folur për majnë e kolegave. Ja ku është Gryka. Ktheje edhe herë ke harta. Kolegat që janë asnjë